Shumica e dietarëve, thonë se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka lind në këtë muaj, pra në muajin Rabiul Awwal. Edhe pse si dobi kështu, shkurtimisht ta keni si dobi ilmie i thonë, se dy gjëra dihen sakt për lindjes pejgamberit alayhis salam. Dihet dita cila ka qenë ditë e honë, kjo është s'ka dyshim të, ka qenë ditë e honë, transmetohet në transmetimet sakta. Kjo është e para. E dyta, dihet viti kur ka lind, është Amul Fil, viti i elefantit. Kështu njihet. E dini ndoshta ju tregimin e surës Fil, ku Allah subhanahu wa taala tregon se si e ka shkatruar armikun e tij Ebrahan, i cili kishte përmbledh një ushtri prej elefantave dhe me të është drejtuar në drejtim të Mekës për ta shkatruar Ka'ben. Mirë po Allahu ja prishi këtë kurth të tij dhe i dërgoi zoq të cilët i shkatruan ato elefanta. Në këtë vit pas sa ndodhie ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është e qartë. Edhe pse sa i përket aspektit të, kur i vjen me kalendarin gregorian, disa thonë 568, disa 570, disa 571. S'është probleme. Kryesorja Amul Fil njihet pa dyshim. Këto dy gjëra janë, nuk ka dyshim se në to ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa i përket datës dhe muajit, nuk ka ndonjë transmetim të saktë. Dhe kjo nuk është rastësisht kështu. Allah subhanahu wa taala e ka lënë këtë formë për të treguar se nuk lidhet ndonjë ibadet sheriatik me datën dhe me muajin e lindjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se sikur të ndërlidhej ndonjë ibadet sheriatik me këtë, Allah do të na sqaronte në mënyrë të prerë, siç i dim gjëra tjera. Mirë po kjo tregon se as pejgamberi alayhis salam e as shokët e tij nuk i kanë dhënë shumë rëndësi datës edhe muajit. Mirë po, disa dietar kanë thonë me 9 Rabiul Awwal, disa kanë thonë me 12, disa 17, disa ka shumë mendime. Sidoqoftë, shumica e dietarëve thonë se është muaji Rabiul Awwal. Dhe kjo është ajo që është e përhapur tek muslimanët. Muhabeti i bidatit, shpikjeve në fe, ka muhabet gjatë. Mirë po unë po ja jap juve 2 rregulla të arta prej dietarëve që ta kuptoni meselen e bidatit. Rregulla e parë është vllazni, koncentroni pak më shumë për to, se do t'ju bëjnë dobi inshallah në të ardhmen. Rregulla e parë është në çështjet e dunjos, në çështjet e adeteve, traditave, veshmbathjeve, ushqimeve, esenca është se janë halal. Më thonë çështjet e dunjos në esencë janë halal. Përveç se nëse ka argument i cili tregon se është haram. Më thonë në esencë, andaj kur han dikush për shembull një lloj të ushqimit, ne nuk i themi ku e ke argumentin, për shembull se pica me mish lope është halal. S'ka pas picë kohën e pejgamberit, s'ka lidhje, nuk duhet ai të thosë argument. Jo, po ber me argumentin se është haram. Do të thonë çështjen e këtyre gjërave esenca është se është halal, përveç nëse ka haram. Andaj Allah subhanahu wa taala thot: "Kul man harrama zinata Allahi allati akhraja li ibadi." Thuaj, kush i ka bë haram të mirat që Allahu i ka zbrit për robërit e tij? Kush i ka bë haram? Më thonë esenca është halali. Kul hiya lil ladhina amanu, thuaj ato janë për besimtarët, në veçanti fil hayati dunya, edhe në këtë botë, wa khalisatan yawm al-qiyamah, dhe do të jenë vetëm për ato në ditën e gjykimit. Pra esenca në tradita, në ushqime, në veshmbathje është halali, se është halal në çështjet kësaj dunjos. Ndërsa rregulli i dytë, esenca në ibadete, në çështjet fetare, është harami, se nuk bësh ibadet ndaj Allahut përveç se nëse ke argument për atë ibadet. Dikush mund thoj tash me vludi, apo ku ke argument o hoq se me vludi zban? Ne themi e ke kuptu meselen dallash. Nuk duhet unë të bie argument se me vludi zban. Mu mjafton mos ekzistenca e argumentit për të argumentuar se nuk bën. Se sikur të bonte, do të ekzistonte, do ta vepronte Muhamedi alayhis salam, do ta vepronin sahabët, do ta vepronin tabiinët, gjeneratat e para, gjithta sikur të ekzistonte si vepër fetare do ta vepronin. E pasi që nuk ekziston,
do më thonë me vludi në këtë formë të cilën tash e bëjmë, atëherë kjo na tregon se është haram. Pse esenca në ibadete është se janë taukifije, i thonë dietarët. Taukifije do me thonë janë pritet argumenti vetëm për Kuranit dhe për Sunetit, përndryshe nuk bëhet ndonjë ibadet. Argument për këtë, dikush më thoj, kush është argument për këtë, janë dy hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Muhamedi alayhi salam, men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Kush shpik në fen ton, në çështjen ton, diçka që nuk është prej saj, më thon do të bjerë diçka të re, i kujtohet, apo për shembull, dreka është 4 rekate, farzi. Ai thot jo, hajt ti falim 6 rekate farz, pse më shumë më mirë, jo. Ku shpik diçka në fenë e Muhamedit alayhis salam, refuzohet, nuk pranohet. Po ashtu thot, men amile amelen laysa alayhi amruna fa huwa rad. Tamam, dikush e ka shpik, po vin pas atij se kina shpik ne valla ç'kështu i kina gjet baballarët, s'ka lidhje. Men amile amelen laysa alayhi amruna fa huwa rad. Kush e vepron një vepër që nuk është sipas fesë ton, pa marr parasysh se nuk e ke shpik ti. Vetëm me vepru është e refuzuar, rëd, nuk pranohet.